që të flas për këtë gjë. Po, ma merr mendja se jo. Sa e shpifur! A jam unë? Apo kjo është java më e tmerrshme e shpirtrave në historinë e gjimnazit Kasper? Edhe një ditë tjetër, edhe 24 orë më afër me karrierën e pompimit të karburantit. Të paktën ti ke një punë, me sa duket unë do të përfundoj si një endacak. Unë as nuk e dija se kishte më endacak. A e di se rrudhat mund të fillojnë të dalin që në fillim të 20-tave? Dhe për ta bërë më keq, ne të gjithë do të dëgjojmë fjalimin e marrë të Xhezit, teksa ajo përpiqet të vërë shkronjën i tek fjala shpirt, ose ndonjë marrësi tjetër. Pse është aq e lumtur ajo? Mos më pyet mua, zakonisht unë jam të rivarura, por krahasuar me gjithë të tjerët këtu, unë jam zogu i lumturisë. Edhe unë! Edhe ne jemi dy njerëzit e vetëm në këtë shkollë që nuk kanë patur një takim me Dr. Spektran. Prit një minutë, më lër të shoh diçka. Unë do ta fshij atë. Sa mirë që nuk e bëre. Shikoja atë. Unë mendoja se po shikoja frymën time, sepse ishte shumë ftohtë. Po sikur ajo të jetë shqisa ime e fantazmave. Po sikur spektrat i bëjnë njerëzit më të mjerueshëm. Po sikur ajo të jetë një fantazm. Ka vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Unë urej jetën time. Unë urej më shumë jetën tënde. Mirupafshim, dhe mos harroni, ka vetëm një tek mjerim nëse ti arrin ta shqiptosh ashtu. Ua, sa e mirë që ishte. Do të më marr malli për këta të rinjt. Ata janë një ujvar mjerimi. Ja, se ku je? A e ke lidhur pajisjen? Sigurisht, dhe kur të ndisen fishek zjarrit e shpirtrave nuk do të mbeten më fëmijë të lumtur në të gjithë shkollën dhe të ketë mjerim dhe ankth të mjaftueshëm në atë sallë që të kemi të njëjtën pamje rinore. E po, ja Kura dhe Zilja. A të shkojmë të dëgjojmë fjalimin dhe të përjashtojmë disa fëmijë? Xhez! Hey, çfarë problemi keni ju, fëmijë? E quani nxitje ju këtë? Ne e kemi shpirtin, po e kemi! Ne e kemi shpirtin, po ju a e keni? Në rregull. Pasi të shkatërrojmë gjithçka, ai e gati për një cappuccino? Oh, kjo është një ide shkëlqyer. Unë më në fund arrita ta kuptoj. Ju ushqeni me mjerim, apo jo? Si the të lutem, a mund të ndihmoj? Jo, jam i sigurt se nuk mundesh. Ti nuk mund të ndihmosh askënd përveç vetes tënde. Ti zbulon të vetëm gjë së cilës i trembet më shumë një fëmijë. E ardhmja, pamja e vet, besimi i vet. Dhe ti kapesh pas asaj, ndërkohë që ndihmësi yt i vogël fantazëm ushqehet me të. Hey! Shumë mirë. Por më duket se ke haruar disa hollësi.